Koalicioni Vlen thot se me largimet e fundit nga AKI është bërë qartë se ajo nuk ekziston, por ka mbetur vetëm një hije e vetvetes. Sipas Vlenit, AKI është ende në heshtje zgjedhore pasi ende nuk ka deklarime nga ana e tyre, ndërkohë që shtojnë se ky është edhe kapitullimi i tyre. Ajo që po ndodh sot në skenën politike shqiptare nuk është dorëheqje, është rrëzim, është shemja e një ndërtese të ngritur me mashtrime, improvizime dhe lojra pas shpinës së qytetarëve. Me tërheqjen e krenar Llogës pas largimit të Menduh Thaçit, pas panikut në BDI dhe heshtjes 3 kokëshe, Ahmeti, Taravari, Sela, tash 8 ditë është bërë krejtësisht e qartë. AKI nuk ekziston më, është shuar, tretur dhe mbetur vetëm si një hije e vetvetes. Për këto deklarime të koalicionit shqiptar, qeverisës u pyet nënkryetari i BDI-s opozitare Arber Ademi. Sipas tij, Vlena është marionete e kryeministrit dhe është opcion artificial politik. Јас мислам и длабоко сме уверени дека ќе претрпат политичко фијаско и покрај тоа што имаше масивно купување на гласачи и покрај тоа што имаше брутален упад на државниот апарат во овие избори, иако имаше изборно асфалтирање, ноќно бекатонизација и измена на вратите во зградите во Чаир и секаде, сепак изгубија. Тие се вештачка политичка опција, Франкенштајн политичка опција на господинот Мицковски. Një ditë më parë, ish ministri i drejtësisë dhe një nga figurat kryesore të Aleancës për Shqiptarët, Krenar Lloga, njoftoi për tërheqjen e tij nga jeta partijake dhe nga të gjitha funksionet brenda partisë.